Prania e qenëve ndacak vijon të jetë një problem serioz për banorët e Bulqizës. Në lagjin e vjetër të qytetit, por edhe në zona të tjera, numri i tyre është rritur ndjeshëm, duke krijuar pasiguri për qytetarët. Qenë shihen pranë hyrjeve të pallateve në trotuare dhe përgjatë rrugëve kryesore, ndërsa banorët thonë se fëmijët dhe të moshuarit kanë frikë të lëvizin lirshëm. Sipas banorëve ka pasur edhe raste të personave të kafshuar nga qenë të ndacak, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Burime pranë Spitalit Bashkiak të Bulqizës, jashtë kamerës, konfirmojnë se gjatë viteve të fundit janë trajtuar 10 raste të tilla që përfshin persona të moshave të ndryshme. Një qytetar nga Tirana i cili po udhëtonte drejt Peshkopis, u shpreh se i bëri përshtypjen numri i madh i qenëve ndacak në Bulqizë. Sipas tij qyteti dukej thuajse i boshatisur, ndërsa në rrugë shiheshin më shumë qenë se sa njerëz. Por njerëz nuk po shoh, qenë po shikojnë se kanë ikur. Është për të habitur tani. Kafshët që janë kafshë, nuk është problemi se kanë një të mirë që nuk po i asgjësojnë, por problemi është që nuk po shoh njerëz që kanë ikur, janë larguar. Nuk shikoja. Gjithë bulevardi Bulqiza e vjetër, a thonë Bulqiza e vjetër këtu. Nuk po shoh. Çfarë shikon? Po jetë e egër e qenëve, po më bëj përshtypje prandaj qendrova, s'kam parë kaq qenë. A janë të rrezikshëm për njerëzit? Po njerëzit e shikojnë që këta nuk janë, se besoj të hanë njerëzit, se po të ishte ashtu do t'i kishin asgjësuar, po problemi është shumë. A duhet marrin masa për... Masa po, do t'jenë, sepse fëmijët nuk qarkullojnë dot, pas nuk s'po shoh as fëmijë as njerëz. Është për të habitur. Banorët ngrenë dyshime se një pjesë e qenëve mund të jenë sjellë nga bashki të tjera si Dibra dhe Klosi, pa përjashtuar edhe mundësinë që disa të kenë ardhur nga Maqedonia e Veriut. Megjithatë, këto mbeten pretendime të qytetarëve dhe nuk janë konfirmuar nga autoritetet. Problemi i qenëve ndacak sipas komunitetit vazhdon prej më shumë se 2 dekadash dhe mbetet një nga shqetësimet kryesore të banorëve të Bulqizës. Ata u bën thirrje institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë sa më shpejt me masa konkrete për menaxhimin e qenëve ndacak dhe garantimin e sigurisë publike.